Jemi rikthyer në studio zonja dhe zotërinë sepse do të shkojmë në një lidhje drejt për drejt në Korçë për të folur pak për situatën atmosferike atje, rreshjet në fakt, temperaturat e ulta, dëbora kanë shkaktuar probleme edhe në kulturat bujqësore, por edhe në qarkullimin rrugor. Më pret Mikeli atje për të treguar se si është juglindja e vendit. Dua ta përshëndes. Mirëmëngjes Mikel, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Prisnim që kthjellësinë ta kishim këto ditë në kryeqytet në Tiranë, megjithatë pas ka ardhur andej nga ju nga Korça. Më trego pak si është dita sot atje. Është e përkohshme, mos të gënjej syri, është pjesë vetëm një çasti i këtij mëngjesi, pasi mbrëmja e kaluar edhe mëngjesi sot është shoqëruar me rreshje dhe shiut. Pra kemi një atmosferë krejtësisht vjetësore nga Korça, kështu ka qenë kjo javë e dytë e muajit shkurt, dhe edhe temperaturat e kanë treguar qartë diçka të tillë, sepse krahasuar me javën e parë kemi patur temperaturën më të ulët që nuk ka qenë nën zero, por ka qenë mbi zero, duke treguar një natyrë krejtësisht vjetësore për juglindjen. Megjithatë, ajo që vlen të theksojmë është fakti që me gjithë atë që ka ndodhur me pjesën e rreshjeve, janari ka qenë shumë i egër me sasinë e madhe të rreshjeve dhe problematikat që ka sjellë jo vetëm në qarkullimin e mjeteve në disa rrugë kryesore ose dhe rrugë rurale, siç ishte problematikat që u përsëritën disa herë në aksin rrugor Shukës-Qafllosh, por edhe në disa rrugë rurale janë sjellë problematika dhe unë do doja të sjellja në vëmendje një problematikë e cila për fat të keq vazhdon edhe sot e kësaj dite, rruga që lidh fshatin Senisht me bashkinë Maliq, e cila është bllokuar si pasojë e rreshjeve të shumta të shiut. Segmenti rrugor ka pasur çarje dhe rrëshqitje dherash, pra ka qenë një dëmtim shumë i madh i kësaj rruge duke u bërë i pakalueshëm. Në këtë fshat jetojnë 8 familje, të cilat në situatën e krijuar janë detyruar të lëvizin vetëm me këmbë ose me kafshë, pasi automjetet nuk kanë patur mundësi që të kalojnë në këtë rrugë. Nga ana tjetër, Bashkia Maliq ka njoftuar se rrëshqitja ka ndodhur në një segment rrugor prej 80 metrash, sipas përgjithësisë sektorit të rrugëve rurale në këtë bashki Mikel Adri. Ndërhyrja po kryhet tashmë, pra po kryen punime për rregullimin e kësaj rruge, pas përmirësimit të kushtave atmosferike me qëllim futjen e miteve të rënda dhe hapjen e një rruge alternative. Rreshjet e shumta të rëna gjatë muajve të dimrit, me një sasi që i kalon parashikimet, kanë sjellë probleme edhe në rrugë të tjera në këtë bashki, kryesisht në fshatrat Thellë Malor. Ndërhyrja është kryer në tokë, pra problematika qëndron vetëm në këtë aks rrugor që lidh fshatin Senisht me bashkinë e Maliqit. Në ana tjetër, vlen të theksojmë faktin që ky dimër ka qenë shumë i lagësht dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt në atë që sjell në sektorin e bujqësisë. Këtu prania e zgjatur e lagështisë në tokë, duke marrë parasysh që prej dhjetorit, janarit edhe në këtë muaj shkurt, po sjell dëmtim te kulturat e lashta. Në kushtet e temperaturave të ulta që janë shënuar javën e kaluar dhe rreshjeve të shumta kësaj periudhe dimërore, specialistët e qendrës transferimit teknologjive bujqësore po ndjekin nga afër provat eksperimentale me kultivar të rinj të elbit distik për të vlerësuar gjendjen e bimëve gjatë fazës së dimërimit, periudhën e rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të kulturës. Përgjithësi sektori të bimëve të arave në këtë qendër ka theksuar se përmirësimi i kullimit të tokave mbetet masa më e rëndësishme në mbrojtjen e bimëve dhe ruajtjen e prodhimit. Pra duket se e rëndësishme është pjesa e kanaleve kullues në këtë periudhë dimërore, duke marrë parasysh rreshjet e shumta që kanë shoqëruar këtë periudhë të dimrit deri tani. Elbi distik përdoret kryesisht si ushqim për bagëtin që mbashtohen në qarkun e Korçës, gjithsesi përfaqet e mbjella me drithra në këtë sezon shkon në rreth 17.000 hektar. E kuptojmë. Ne ndërkohë po flasim për problematikat e shkaktuara nga temperaturat e ulta, ndërkohë që regjia në ekran na shfaq edhe pamjet mrekullueshme në fakt që vijnë nga juglindja dhe atë se çfarë dëbora ofron kur ngjit, dhe sigurisht kur shoqërohet edhe me mot me diell. Megjithatë, për të qëndruar pak te problematika tek bujqësia, po më thoje që ka qenë e vështirë edhe pse janë marrë disa masa paraprake për t'i bërë ballë ngricave dhe dëborës. Flasim dot për një faturë ekonomike në terma të përgjithshëm dhe për mënyrën e dëmshpërblimit, nëse ka një të tillë, se si mund vi nga shteti? Estem duke u hartuar kusha që është prekur më tepër, ose sipërfaqja e tokës që është prekur më tepër nga pjesa e përmbytjeve, si në muajin nëntor, patëm një sipërfaqe të madhe të mbuluar me ujë, ashtu edhe në muajin janar, ende po bëhet një përllogaritje. Edhe pse fermerët e kanë ngritur disa herë zërin, sidomos në bashkinë Maliq, gjatë Këshillit Bashkiak në mbledhjet e zhvilluara është ngritur zëri nga ana e fermerëve për të kërkuar dëmshpërblim në lidhje me dëmtimin që është bërë në kulturat e tyre bujqësore. Ende jemi në pritje të kësaj fature për t'u hartuar dhe më pas për t'u zbatuar për të filluar dëmshpërblimi këtyre fermerëve
për të cilët nuk mund të bëhet fjalë në këtë sezon që të kenë një prodhim të kënaqshëm, duke qenë se një pjesë e madhe ka qenë një sipërfaqe shumë e madhe toke bujqësore që është përmbytur në fushën e Maliqit, që është dhe fusha e dytë më e madhe në rang kombëtar. E kuptoj. Ndërkohë, për sa i përket qarkullimit rrugor, ka pasur në një problematik theksuar ndoshta edhe pak më larg Korçës, për sa i përket rrëshqitjes së dherave, nuk e di nëse qytetarët atje janë gjithkohës të koshient pra për përdorimin e zinxhirave, sepse ngricat, po themi temperaturat janë ato që shkaktojnë dhe vështirësi në fakt, edhe janë edhe burim kryesor i aksidenteve. Aktualisht në rang qarku të gjitha rrugët janë kalueshme, si ato kombëtare, ashtu dhe ato rurale, pra nuk kemi problematika të theksuara. Era erës, për shkak të rreshjeve të shumta, ko më parë janë krijuar problematika me rrëshqitjen e dherave, por janë problematika që janë zgjidhur shumë shpejt, duke bërë të mundur që qarkullimi të kthehet shumë shpejt normalisht. Miguel, falenderoj shumë për raportimin nga Korça. Të uroj një ditë të mbarë dhe shpresoj që të dëgjohemi gjithmonë vetëm për lajme të mira nga Juglindja. Patjetër, ju përshëndes. Gjithashtu. Mirë. Ecim zonja dhe zotrinë, do të bëjmë një shkëputje të vogël sepse ju do të ndiqni pas pak sekonda edicionin informativ të lajmeve. Do të rikthehemi përsëri me Mirëmëngjes Shqipëri në një mori temash të tjera.